Kosova jo vetëm që nuk është më kampionja e organizimit dhe administrimit të rregullt të zgjedhjeve, por në fakt jemi shembull tashmë për të keq. Vetëm në këto zgjedhje, nëse mund t'i shohim, ka pasur dhjetra në mos qindra artikuj medial vendore ndërkombëtar, ku çështja e certifikimit të partive politike, çështja e vonesave dhe shkeljeve ligjore të tjera nga KQZ-ja, si dhe së fundit çështja e vjedhjes së votave, që ka ndodhur prapë nga partitë, jo nga stafi civil, e kanë dëmtuar, unë besoj në mënyrë të parikuperueshme. Të parikuperueshme, sepse në radhë parë tashmë besimi i publikut është minimal, Ridvan, dhe në një proces eventual zgjedhor, në një periudhë të shpejtë, unë besoj kjo do t'i dekurajonte qytetarët, sepse të gjitha ndryshimet që janë bërë në vitin 2023, në kuadër të asaj që tentoi quaj reformë zgjedhore, por s'ishte e tillë, janë gjithë ato që kanë prodhuar probleme. Pra, është rritur vota preferenciale në 10 kandidatë, që po tregon që është problem. Është ndryshuar mënyra e numërimit në përqendra komunale, që është tepër problem. Është ndryshuar mënyra e votimit jashtë vendit, që është prapë shumë problem. Të gjitha ndryshimet që janë bërë nga kjo përbërje politike kanë sjellë KQZ në pikën ku po të mos ishte pjesa e transparencës në raport me rezultatet që në këto zgjedhje ishte fantastike. Asgjë tjetër nuk është se ka shkuar siç duhet.